dashur teleshikues, ju përshëndes. Po fillojmë lajmet në televizionin 4+. Në sallën e Këshillit Bashkiak Lushnjë u zhvillua sot forumi me temë rritje e transparencës dhe llogaridhënies mbi buxhetin e sistemit të drejtësisë mes shoqërisë civile dhe Qendrës për Transparencë dhe Informim të Lirë. Qendra për Transparencë dhe Informim të Lirë zhvilloi sot në ambientet e Bashkisë Lushnjë forumin civil rritje e transparencës dhe llogaridhënies mbi buxhetin e sistemit të drejtësisë me shoqërinë civile, avokat, gazetar, antar të Këshillit Bashkiak dhe qytetar lushnjar. Ky projekt mbështetet financiarisht nga Bashkimi Evropian. Gjatë vitit 2023-2024 u monitoruan 11 institucione ku përfshihen institucione drejtuese të sistemit, gjykata, struktura e posaçme dhe organe të vettingut. Edhe gjykata administrative e shkallës së parë Lushnjë ju nënshtrua monitorimit. I ftuar në takim ishte edhe kryetari i gjykatës administrative të shkallës së parë, zoti Edison Tatoshaj, i cili tha se drejton një nga gjykatat më të mira në vend. Vlerësoj që gjykata administrative e shkallës së parë Lushnjë për atë që ofron për qytetarët, për publikun, për avokatët, ka ndër kushtet më të mira në gjykatat në Republikën e Shqipërisë, sepse ka akses mjaftueshëm, salla gjyqësore mjaftueshëm për gjyqtarë sa janë, ka hapësira, mendoj pastaj vlerësimi që ju kemi bërë është çështje tjetër, po në krahasuar me gjykatat e tjera, se s'ka vënë për përmirësim. Por edhe hapësirat e pritjes qytetarëve, edhe pjesët e tjera vlerësoj që janë në nivel relativisht shumë të mirë. Gjykata administrative e shkallës së parë Lushnjë të gjitha seancat i zhvillojnë në sistemin e regjistrimit audio. Pra nuk ka seanca të zhvilluara me palë, veç atyre që ligji parashikon që mund zhvillohen për gjyqtarët dhe këshillimi, të cilat edhe këto janë të gjitha të njoftuara pavarësisht se nuk regjistrohen, sepse ka praktikë koherente të gjykatave më të larta që detyron gjyqtarët të njoftojnë palët, të japin mendimin e tyre, vlerësimin, qëndrimin, sjellin prapësime, sjellin prova e tjerë. Zoti Xhevdet Haxhiu, drejtori i Drejtorisë së Buxhetit në KLG, theksoi se gjatë viteve shoqëria civile nuk ka treguar asnjë interes për buxhetin mbi sistemin e drejtësisë, edhe pse janë ftuar disa herë në takime dhe kanë interes të drejtë për drejtë. Ai tha se buxheti në vitin 2025 do të arrijë vlerën e 60 milion eurove. Buxheti i Këshillit Lartëgjyqësor përgatitet nga Këshilli Lartëgjyqësor në bashkëpunim me gjykatët e të tre niveleve. Dhe zbaton të gjithë licitacionet në natyrën buxhetore të Republikës së Shqipërisë që nga momenti i fillimit të procesit, aktualisht jemi në fillimin e procesit të programit buxhetor afërmesëm 2026-2028 dhe në administrim, në zbatim, në menaxhim, në monitorim, zbaton të gjithë licitacionet si çdo organizata apo si çdo institucion tjetër qendror apo lokal në Republikën e Shqipërisë që ushton funksionet e tij në Republikën e Shqipërisë. Ka një detyrim ligjor që ne duhet të konsultohemi me grupet e interesit dhe me shoqërinë civile. Gjë të cilën në çdo fazë ne bëjmë njoftim siç e përcakton dhe ligji 96 në natyrën buxhetore në Republikën e Shqipërisë, bëjmë njoftimet pranë faqes konsultare për të bërë këto takime. Takimi vazhdoi me diskutime me Sami Nezaj, drejtori ekzekutiv i Qendrës për Transparencë dhe Informim të Lirë dhe kryetari të gjykatës administrative të shkallës së parë Lushnjë, Edison Tatoshaj. Zoti Nezaj theksoi disa nga problemet që dolën gjatë monitorimit në gjykatën e Lushnjës, si mospasja e një vendi pritje për qytetarët, vendi për makinat tek gjykata, kostoja 3 fish për çështjet e tjerë. Më pas debatit ju bashkuan edhe avokatë e gazetarë me problemet që hasin çdo ditë në gjykatat e Lushnjës dhe Fierit. Kryeministri Edi Rama sot zhvilloi një takim me grupin parlamentar të Partisë Socialiste në Kuvend. Në fjalën e tij, ai foli për zgjedhjet parlamentare të 11 majit, ku tha se edhe mund të mos jetë fare në listën e kandidatëve për deputet. Kryeministri Edi Rama sot zhvilloi një takim me grupin parlamentar të Partisë Socialiste në Kuvend. Në fjalën e tij, ai foli për zgjedhjet parlamentare të 11 majit, ku tha se edhe mund të mos jetë fare në listën e kandidatëve për deputet. Rama theksoi se të gjithë deputetët që kanë qoftë edhe një mandat do të jenë në fushë për të kërkuar vota. Sipas tij, të rinj do jenë në listë mbyllur, pasi Partia Socialiste kërkon të ketë në parlament gjak të ri me qëllim që të bëhet një parti politike e re. Gjithashtu ai theksoi se është e drejta e kujdo që për arsye nuk dëshiron të jetë në listën e hapur. Nuk kemi akoma përmbyllur të gjithë procesin, që natyrisht do të përmbyllet në kryesinë e Partisë Socialiste, por ajo që dua të ndaj me ju është e para
cili do dhe cila do për jush që nuk pranon të jetë në listën e hapur, duhet ja bëj me dije drejtuesit ose drejtuesës politike. Parimi themelor i listës së re do të jetë asnjë deputet në gjininë mashkullore që ka marrë qoftë një mandat nga Partia Socialiste nuk do jetë në listën e mbyllur. Është e drejta e kujdo që nuk, për arsye të ndryshme, nuk dëshiron të jetë në listën e hapur, që ta thotë. Po duhet na thotë përpara që të mos jetë në listë dhe pastaj thotë jo punë, shkoj jo punë. Kjo është shumë e rëndësishme. Sepse parimisht luftën duhet ta bëjnë ata që kanë më shumë eksperiencë dhe që kanë marrë më shumë nga votuesit dhe nga Partia Socialiste të parët. Patjetër që në listën e hapur do të ketë dhe plot të rinj, dhe plot të reja. Unë e kam shprehur dhe kam thënë që drejtuesit politik duhet të jenë në listën e hapur. Problemi që më duket se ka argumenti im është që kjo do çorodiste gjithë procesin, sepse nuk do të lejonte asnjë barazi shansesh në garë. Vendimin për veten time nuk e kam akoma të marrë plotësisht, se mund dhe mos janë fare në listë. Nuk e qenë deputet i gjithë për detyrën që kam. Dhe për mos i zënë vendin askujt. Gjithashtu sot, Partia Demokratike bëri prezantimin e koalicionit Aleanca për Shqipërinë Madhështore për zgjedhjet e 11 majit. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha, gjatë fjalës së tij, akuzoi qeverinë aktuale për dështim dhe korrupsion dhe bëri disa premtime për shqiptarët. Partia Demokratike bëri sot prezantimin e koalicionit Aleanca për Shqipërinë Madhështore për zgjedhjet e 11 majit. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha, gjatë fjalës së tij, akuzoi qeverinë aktuale për dështim dhe korrupsion dhe bëri disa premtime për shqiptarët. Ky koalicion që inaugurohet sot, që paraqitet sot para shqiptarëve, përfaqëson jo vetëm shumicën absolute në distancë të qytetarëve shqiptarë, por përfaqëson në distancë elitën politike dhe të gjithanshme të kombit shqiptar. Një njeri që ka qeverisë 12 vite. Dhe nuk u thot dot shqiptarëve dot. Su tregon dot shqiptarëve një arritje. A mundet kështu? Sepse nuk u tregon dot sepse dhe ato arritje që numërohen me gishtat e dorës janë të nxirra nga vjedhjet të tmerrshme. Nuk e përmend dot tunelin e Llogaras, sepse shkruhet 50 milion të vjedhura me një dorë. Nuk flet dot për Unazën, që e mbylli përsëri, sepse 13 kilometrat e fundit i ndau në 14 kontrata. 3 muajt e parë nuk do ketë shqiptar që nuk do marrë 200 euro minimum jetik. Dhe se rrogë minimale nuk do ketë në 500 euro. Dhe se rrogë mesatare nuk do ketë në 1200 euro. Gjithashtu kryetari të Partisë Demokratike, Sali Berisha, nuk i munguan batutat në fjalën e tij. Çfarë paraqet para tjetër? Paraqet Hardhuc, paraqet Zhapi, paraqet Bretkoca, Zhaba, dhe tani s'fundi i kanë ngel në gojë kuje kujtim, jepi ato musteqe, ose bëj diçka me të se çmellet pas musteqeve tua, burrë dhe ta. Ku e kam kujtimin? Ha, bravo!
Kreu i Partisë Demokratike Sali Berisha komentoi dhe fjalën e Ramës, i cili la të hapur mundësinë e moskandidimit për deputet në zgjedhjet e 11 majit. Sipas Berishës, shqiptarët ja kanë prerë biletën kryesocialistit pas 11 majit. Zoti Berisha theksoi se diaspora do të ketë përfaqësi në listën e Partisë Demokratike për zgjedhjet e 11 majit. Nënkryetari i lëvizjes Vetvendosja Glau Konjufca në një intervistë për një gazetë italiane tha se Vetvendosja do e bëjë qeverinë shumicë me minoritetet e tjera pas serbët. Nënkryetari i lëvizjes Vetvendosja Glauk Konjufca në një intervistë për gazetën italiane Osservatorio Balkani e Kaukazo Trans-Europa ka folur për krijimin e qeverisë pas zgjedhjeve parlamentare të 9 shkurtit në Kosovë. Vetvendosja kërkon të formojë qeverinë me mbështetjen e përfaqësuesve të pakicave jo serbe, tha ai. Qeveria Kurti 2 është formuar në bashkëpunim me pakicat jo serbe. Ky është qëllimi ynë sepse ka patur një efekt pozitiv në Kosovë, duke penguar listën serbe e cila vepron në ndikimin e Beogradit, të ketë fuqi vendimtare siç ka pasur në qeveritë e kaluara, u shpreh nënkryetari i lëvizjes Vetvendosja. Gjithashtu Konjufca theksoi se bashkëpunimi me partitë opozitare nuk do të ndodhë. Nëse duhet, do të mblidhemi si leadership dhe do të vendosim për hapat e mëtejshëm, por deri më tani partitë opozitare kanë mbajtur qendrim pengues. Sulmet ndaj lëvizjes Vetvendosja kanë qenë shumë agresive dhe mendoi se këto zgjedhje ishin mjaft jo konvencionale me shumë akuza të padrejta dhe goditje të ulta. Kjo ka lënë gjurmë, ka shtuar Konjufca. Pakicat jo serbe kanë 10 vende të rezervuara në parlamentin e Prishtinës. Me mbështetjen e tyre, lëvizja Vetvendosja mund të arrijë në 58 vende. Partia Demokratike e Kosovës, forca e dytë më e madhe politike, ka përjashtuar me vendosmëri çdo koalicion me lëvizjen Vetvendosja. Kompania britanike e teknologjisë Skin Analytics ka marrë miratimin nga organet rregullator për aplikacionin DERM, një sistem autonom me inteligjencë artificiale për zbulimin e kancerit të lëkurës që mund të përdoret në telefonat inteligjent. Rrezet e ngrohta të diellit nuk janë gjithmonë të mira për lëkurën e disa njerëzve. Evropa po përballet me një mungesë të theksuar mjekësh të lëkurës me rreth 30 dermatolog për 1 milion banor. Kanceri i lëkurës është një nga format më të trajtueshme të kësaj sëmundje, nëse zbulohet në fazat e hershme. Zyrtarët britanik të shëndetësisë thonë se normat e kancerit të lëkurës janë rritur 170% gjatë dekadës së fundit dhe 11% e rasteve urgjente u duhet të presin më shumë se një muaj për të vizituar tek mjeku. Kompania Skin Analytics po demonstron në Londër teknologjinë e re DERM AI. Aplikacioni në fjalë funksionon në shumicën e telefonave inteligjent dhe kërkon një lente shtesë që mundëson fotografimin e lëkurës dhe diagnozën pothuajse të menjëhershme. Kristen Vehlom tregon se si është procesi. Procesi është i thjeshtë dhe i drejt për drejt. Siç e shikoni, kam hapur aplikacionin që aktivizon kamerën dhe zgjedh pjesën e trupit ku do të fotografojmë. Cilësia e fotos duhet të jetë sa më e mirë që të vlerësohet nga inteligjenca artificiale. Pasi zgjedh foton më të mirë, rezultati del brenda pak sekondash duke ofruar detaje se çfarë nënkupton. Imazhi ruhet në sistem për të krahasuar me rezultatet që pasojnë. Inteligjenca artificiale krahason foton e marrë nga lëkura e pacientit me një bibliotek imazhesh dhe pastaj jep rezultatin. Kompania Skin Analytics thotë se DERM ka një shkallë saktësie prej 98.8% në diagnostikim. Rregullatori Evropian për pajisjet mjekësore i hapi dritën jeshile përdorimit të këtij aplikacioni, duke u bërë pajisja e parë autonome me inteligjencë artificiale e autorizuar për zbulimin e kancerit. Rreth 21 qendra mjekësore në Britani po e përdorin këtë aplikacion dhe kanë testuar rreth 135.000 pacient. Kompania Skin Analytics thotë se kjo teknologji ka ndihmuar diagnostikimin e më shumë se 13.000 pacientëve të prekur nga kanceri i lëkurës. Në zhvillim prej 12 vjetësh, aplikacioni DERM me inteligjencë artificiale mbështetet tek një librari e madhe të dhënash dhe imazhesh ku përfshihen kancerët e lëkurës, lëkura në fazat e para të shfaqjes së sëmundjes, si dhe dëmtimet e lëkurës që ngjasojnë me sëmundjen. Ky është edicioni i lajmeve për sot. Lajmet i gjeni edhe në internet në websajtin 4plusmedia.tv. Bashkë mirupafshim.